për kena shumë ftëft, edhe nuk po mujna me as në shkollë me arë pis ftëft. Ka në drejtorit për vetëm e nalë shumë arë për mësimit, së nuk po mujna me bojt ftëftin, edhe me jakni kur për jena, kura -4, -5, ty nuk mundesh me bojt. Ka për shambull edhe që jena ftëft. Kena lyp kërkes, me thonë me shkuna në zonësat vetë me blenin zemje, për klasat tëna, për as ato nuk për mujna. Jemi këtu pranë shkollës Hoxh Kadri Prishtina Dega në fushë Kosovë, ku nxënësit po e vijojnë mësimin pa ngrohje. Si pasojë të ftoftit të madh, edhe mësimi është duke u zhvilluar me orar të shkurtuar. Ne kemi tentuar të marrim një përgjigje nga drejtori i kësaj shkolle, por siç na thonë stafi prapa kamerës, ai nuk gjendet këtu. Shkaku i mungesës të ngrohjes është që për kena shumë ftëft, edhe nuk po mujna me as në shkollë me arë pis ftëftit, po që me bo për dojtë. Qysh pe keni orarin në shkollë, tashti që s'kon zemje? Pe kena ka të gjysore, din shumë pak. Për shembull, 1:20 ka fillu kështu normal, tash fillon për 1:15. Me qa po ngrohni në shkollë brenda? Me kësin zemje që blejen, për shembull, kësit vogla. I kena thonë, po kur gjë. Herë, për shembull, një klas nuk kena në zemje, një klas kena, din. Dhe më thonë, ju në klas vazhdimisht me jakne jeni? Po, gjithçysh. Pa jakne s'mën. Ka për shembull edhe që jena ftëft. Aty një jo kështu ku me ditë, po, është se për shembull kena edukat fizike, tani po duhet më këthin klasë ftëft, për njerësitëm të ngajt. Do me thonë, në shkollë shtash pa nxemin klasa jena i ka 3-4 javë, normal do ditë është ma ftëft, temperatura po shumë, ka në drejtorit për vetëm e nalë shumë arë për mësimit, së nuk po mujna me bojt ftëftin, edhe me jakni kur për jena, kura -4, -5, ty nuk mundesh me bojt. Shumë ftëft pështë, tash po thojnë kanë me shku temperaturat edhe -20, kur bëhet që ashtë s'dija shmarrë në shkollë. Po, me jakë në korse jekim. Kena lyp kërkes, me thonë me shkuna në zonësat vetë me blenin zemje, për klasat tëna, për as ato nuk për mujna të merë. Donë, ju vetë si në zonë sa keni morë iniciativën me shku me blenin zemje? Po, vetë pare të nga mishti, me blenin zemje, me posë në zetë në klasë, për badehova, as ato nuk mujna. Si që përsheni edhe përmes pamjeve, kemi ardhur tek objekti i komunës së fushë Kosovës dhe do të tentojmë të marrim një përgjigje sa i përket gjendjes që është në shkollën Hoxh Kadri Prishtina, sa i përket ngrohjes. Problemi është një problem i trashëgum, kemi probleme kaldaja të cilat kanë dalë prej funksionit, jo veç të shkolla Hoxh Kadri Prishtina, po aty edhe të shkolla Mihel Grameno kemi problemin ma akut, po gati të gjitha shkollat të cilat përdorin këso lloj të kaldajave që janë me ngrohje, me lëndjekse, me dru ose qymër, të gjitha kanë problematika të ngjashme. Është një problem i trashëgum, gjithashtu e kemi marrë në një moment kur edhe kemi problem me një kontratë e cila ka përfunduar në OSHP, edhe për cilën po presim mu funksionalizu jemi pa fonde në këtë fund viti, po bojmë përpjekje maksimale bashkë me kryetarin, bashkë edhe me komunitetin, cilët unë i falenderoj për durimin që kanë, i kërkoj falje prindve që përpjekjet e tona nështëta nuk po arrin në kohën e duhur, po përpjekjet janë maksimale që me arrit me kriju kushtet të duhuna që më u zhvillu mësimi në kushtet dinjitoze. Po është një kohë e gjatë e neglizhencës, se besoj që tashmë këto gjëra nuk kanë me ndodhë, kjo neglizhencë nuk guxon me na përcjell, përndryshe nëse na përcjell atëherë kemi dështu e ne nuk jemi këtu për me dështu, ne jemi për me pas sukses, ne jemi për me ngrit nivelin e mësimdhënies e këtij procesi të arsimit kaq të rëndësishëm në komunën tonë.